Patriotët e kombit shqiptar kokën e mbajnë pas me mall dhe dashuri për trojet e tyre. Ata janë gjithnjë aty për të kontribuar në mënyrë që krenaria e të qenurit shqiptar të qëndrojë në shkallën më të lartë. I tillë është dhe patrioti Lek Gjonaj nga Hoti, që prej 52 vitesh punon dhe jeton në Amerikë. Vendi ishte I pazhvilluar, shqiptarët ishin domethënë të diskriminuar nga Malizi, majment të gjitha ato dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve u detyruan që të largohen se ishte diskriminim dhe ne vendosëm që t'ikim në shkojmë në Itali për një jetë më të mirë. Aty qëndruam me 10 muaj me shpresë që nga Italia të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku ishte ëndra e shumë shqiptarëve. Ne arritëm në Amerikë I 1972. Pikërisht në Detroit, sa kemi zbritur, në nesër kemi shku për marrë letët që I thonë green card. I larguar me familjen që në moshën 15 vjeçare, ai ende sot e quan fatkeqësia e emigrimit. Tingëllon çuditshëm si thënie, po Leka ka një arsye madhore që e thot këtë. Kishim marrë për qëllim që babai donte që të vinë për 5 vite, që të vinë në Amerikë dhe të fitojnë sa lek. Dhe të kthehemi. Në linjë. Të kthehemi në linjë, po për fat keq ajo nuk u realizu dhe ne metme në Amerikë. Unë si e shoh unë thëmë për fat keq që kemi mbet, domethënë, është një gjallë tjetër atje, se nuk ka se dhe sa ke fitu. Se unë për vete, me vunë peshore, që shtoni ju, konar, fitesën me humbjen, unë do të shohë kështu. Humbja ishte me madhe, pra sy se më humbë fëmi, s'ka diskutim. Edhe një vit në kjo se ti I mbanë, do të mënohesh me rujt, ata me zgjuhën shqipe, qysh mundesh, kem kështu një gjenerat. Po, masë nej, djali, nipi, shtrënipi. Po gjatë këtyre viteve, ai ka qenë prezent në shumë momente historike të kombit shqiptar, duke nxjerrë në pa vlerat e një njeriu që orientohet nga gjaku dhe dashuria për kombin. Edhe unë bashkëngjita, domethënë bashkëngjita shumë veprimtarve. Të ka hershëm nga Shqipëria që kishin ardhur me vite, nga Malësia, për arsye se unë 2 vjet isha regjistrova vitin e 3 në Kosovë, nisha në Kosovë, si I ri dhe më linte në shpirt, jo vetëm mu, po shumë shqiptarë në Kosova, për arsye se vuan të shumë, ishte shumë padrejtësi, ishin duke shumë masikrua, të rinj, të reja, pleqë, fëmijë, duke lunuar, duke shiquar nëpërmes televizorëve për çdo ditë, për çdo natë, ishte vetëm Kosova, dhe ne u mundum që të bëjmë përpjekje të ndihmojmë atletot. Një nga rolet kryesore të tij dhe shumë të rëndësishme ka qenë dhe kontributi për çlirimin e Kosovës, dhe konkretisht në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kur velindja thotë dhe nevoja është, a ke parasysh mendon çdo mënyrë. Ne duhet falenderuar një bashkëdhëtar nga Kosova, unë ata që patriot, sikur mund të quajë patriotët e mëdhenj. Edhe është interesant, kur nuk është duke, nuk ka dalë fotografijas Djetër Nikola, ishte emri që mu duk me thanë, unë jam aj që banë, aj ku, nuk është, por ai kishte kriju lidhjet, lidhjet e tina me personës që I njihte, se ne mund të blejmë një armë me në shtëci, që kishim në shtëci amerikane, dhe të shkojmë me lindje për të gjujtë.
vim në Shqipëri se unë Kosova, por ajo ishte që shkojmë në Lindja, ishte ajo dhe blejmë të armë, blejmë edhe armë, ajo dhe armë ajo madhe, dy presje, më kujtohet, 2 presje 2, ajo që është anti-tank. Kur shkume në aeroport në pyetën, që anë kjo, kush që të gjuni me këta? Që shta herë dëmë të nëvajës, por esi me ashtu, që prumë e sa armë, me pasaport, i blejme. Në ndalua në aeroport, më thanë ajo, security services, na kontrolluan, dhe që ishte e drejtë se këtë drejtë për të ble i armë në shkua. Ishte e drejtë. Si kryetari i shoqatës Malësia e Madhe, ishte aktori i rëndësishëm në ngritjen e bustit të Gjën Glulit në Tiranë, ku mblodhen adhëtar nga të gjitha trojet shqiptare. Ishte gjithmonë një ëndër shekullore për të gjithë shqiptarët, por masë shumë të ishte për ne që jemi në diasporë, që gjithmonë kemi malë për vendlindjen dhe gjithmonë për prisat të cilët i prind popullit shqiptar. Një moment shumë i rëndësishëm që e lartësoi edhe më shumë emrin e herojit tonë kombëtar. Ata, thonë para 24 vitëve, 25 vitëve, ishte ndryshe. Dhe ne vazhdojmë ashtu që me aktivitetet të ndryshme, kombëtare, dhe unë u zgjolla, edhe kryetari i shoqatës adhëtare Malësia e Madhe, për 2 vite mandat që dëshiroshim edhe ky heroj i shqiptarëve, i majnësorëve, dhe më thanë, edhe shqiptarëve, dhe Xheluli, që shteti shqiptar në realizuar me vendin, në dhanë vendin që të vend shtatorën e Xheluli nuk ishte lehtë, dhe ne e financu me ndihmën e ish deputet, me sa kuptoj Gjokul Delaj, në Tiranë, edhe aje majti të mundur që të ngrisim shtatorën e Xhelulit në sendrën e shqiptarëve, që unë ishte edhe kryetar dhe mora pjesë që unë jam krenar për ngritjen e përmendorës së Xhelulit, jo unë, por shoqata adhëtare Malësia e Madhe. Kur i shikon të tre së bashku, duket sikur është bashkuar Shqipëria, Kosova dhe diaspora. Me miqtë e tij të ngushtë, akademikun Frashë Demaj dhe profesor Teki Kurti, njihen për vitesh si pasojë e bashkëpunimeve dhe idealeve të përbashkëta, ku në qendër kanë aspektin kombëtar. Leka ishte ndër aktivistët e orëve para të themi, sepse që në moshën e tij të re bashkë me të tjerë patriotë shqiptarë të cilët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishin bërë organizime të ndryshme, fillimisht duke përfshirë protesta dhe demonstrata të cilat shkojnë në favor të sensibilizimit të qershës Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj në vitet nga viti 1997 posaçërisht 98-99, kur zhvilloi lufta në Kosovë, Leka bashkë me majnësorët të cilët të tonin në Detroit, por të ndërlidhur edhe me shqiptarë që jetonin edhe në tjera të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishin organizuar takimet veçanta në të cilat kishin mbledhur fonde për ta ndihmuar luftën në Kosovë. Ata njëkohësisht kishin blerë dhe armë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Edhe pas përfundimit të luftës,
aktivitetet e Lekës dhe bashkëpunëtorëve të tij në Detroit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës vazhduan. Ata organizuan aktivitete kulturore që ndërlidheshin jo vetëm me vendlinjen e tyre, por edhe me trevat e tjera shqiptare. Po ashtu bëm edhe aktivitete tjera në Detroit dhe në Tuc, ku arritëm që t'i bashkojmë mendjet e njohura shqiptare të cilët merren me aspekte kulturore dhe shkencore, por çështje historike dhe kulturore, jo vetëm në sismallë fizikë, por edhe të viseve të tjera shqiptare. Leka një kohë ishte edhe udhëheqës si shoqatës atëtare në Cia Madhe me selinë në Detroit, edhe në kohën kur Leka ishte edhe sekretar, po pastaj edhe kryetari i kësaj shoqate, për shkak të kontributeve të veçanta që kishte bërë për Kosovën, atëherë duke njohur kontributin e tyre, Presidenca e Kosovës e dekoroi shoqatën Malësia e Madhe me medalje presidenciale për kontributin e tyre gjatë viteve 90 apo sërish gjatë luftës në Kosovë. Jam krenar që do të them dy fjalë të veçanta, fjalë respekti dhe mirënjohje për një ndër miqtë të veçantë të mi që e kam njohur nëpërmjet akademik Frashër Demet nga Kosova, i cili më ka njohur këto ka vite me një ndër malësorët e mëdhenj të Hotit, i quajtur Legjona, i cili prej mbi 40 vjet jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Detroit, për njeri me zemër të madhe, me shpirt të madhe, njeri që vendlindjen e qun gjithçka, e qun të shenjtë dhe kur themi vendlindjen, ai ka parasysh Shqipërinë, ka parasysh Kosovën, ka parasysh trojtë shqiptare në Maqedoni, dhe ka parasysh shqiptarët e Malit të Zi, të trevat atje, ka parasysh Çamrinë, ka parasysh gjithçka që është shqiptare, dhe kjo më bën krenar sepse Lekën e kam njohur që kur është marrë me çështjen e Kosovës, me ndihmën që ai ka sjellë ushtrisë sirentare të Kosovës me vendlinja thret nëpërmjet këtij organizimi kaq të rëndësishëm dhe domosdoshëm në atë kohë të jashtëzakonshme për jetë vdekje të luftarëve të Kosovës. Njëkohësisht e kam njohur dhe në pjesëmarrjen time në konferenca shkencore që është bën në Tiranë për Dexhën Lulin, në konferencë shkencore që është bën në Tuzë, në për aktivitete ndryshme ku Leka ka qenë një ndër drejtuesit e këtyre aktiviteteve, sepse ishte kryetari i shoqatës së Malësisë në Detroit, dhe njëkohësisht në vendosjen e përmendorës të madhe të Dexhën Luli, që është një figurë gjithkombëtare shqiptare i cili rrezaton me kontributin e tij në historinë e kombit shqiptar, që u vendos në qendër të Tiranës te Muzeu Kombëtar në atë kohë. Ajo që është e veçantë të Legjona është e veçantë sepse ai man një lidhje të jashtëzakonshme, gati përditshme, mund të them, me të gjithë miqtë e tij që kanë në Kosovë, në Tiranë apo në Hot dhe në Tuzë. Për Lekën du të them t'i uroj vetëm shëndet dhe mbarësi, t'i uroj jetë të gjatë, t'i uroj një jetë me kontribut të vazhdueshëm në çështjen kombëtare, sepse ai përsëri ka energji, përsëri është kontributor dhe përsëri e gjen në të gjithë elementet e dashurisë dhe të respektit të shqiptarisë. Ish presidenti i Shqipërisë, Indieri Bujar Nishani, e ka vlerësuar me titull të lartë Lek Gjonaj si një nga kontribuesit më të mëdhenj të kombit dhe si atë dashës i përjetshëm. Mesazhi im do të ishte që mos të shqetësojnë Amerikën, mos të mendojnë vetëm Amerika në vese të ndryshme, mos të shohin. Unë kur kom pa Kosovën, unë kom vetë habit, po shoh Shqipërinë. Unë në Amerikë nuk i shoh këtë bukuri, nuk i shoh këtë vend kaq të bukur, ke parasysh, mos të shohin atë, po të qëndrojnë këtu, se guri i ranë peshon të tokë të vetë, edhe mërgimi dihet, e nuk është ajo që mendojnë se Amerika është vendi që po shkoj edhe po kapi dollarë, po pasunova mia, është kishen, dhe mesazhi im do të ishte që të rrinë të rit, të vend të vetë, ku këtu edhe ka shpresë edhe dita ditësh
do të jetë shumë më mirë. Ashtu dhe kjo zemra ime, më leni këtu tek jam mua, vjen me vrap me dëshirë atje ndër viset e tua, vjen me vrap me dëshirë atje ndër viset e tua. Hoti dhe e gjithë shqiptaria krenohet me figurat e tilla që mbajnë lart imazhin e një kombi, e një gjuhë, e një flamuari.